Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi në muajin e Ramazanit, muaji i bereqetit, muaji i mirësive, muaji ku Allahu subhanahu wa taala na fton të gjithëve për adhurimin e tij, na fton për agjërimin për Allahun subhanahu wa taala. Nëse i kthehemi Kuranit famlar, do gjejmë se në ajetet ku Allahu flet për agjërimin thot A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله سبحانه وتعالى në mes ajeteve të agjërimit thot, dhe kur pyesin ty njerëzit, robët e mi, për mua, unë jam afër, i përgjigjem thirrjes së tyre, le t'i përmbahen urdhat e Allahu subhanahu wa taala, se ky është udhëzimi dhe e drejta. Vlla dhe ti motër e nderuar, që jemi agjërim. Agjërimi është mundësia ku ti mund ta shfrytëzosh në çdo kohë, nga momenti si fyrit deri në kohën e iftarit, me dua dhe lutje, sepse Allahu subhanahu wa taala jo qëllimisht e ka përmend këtë jetë kuranore. Jo qëllimisht ne ka treguar nesër në Ramazan pranohen duat dhe lutjet. Prandaj shfrytëzoje me dua dhe me lutje. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 dua Allahu subhanahu wa taala nuk i kthen për i përgjigjet, dhe ka përmend për saj pejgamberi alaihi salam dhe lutja e agjëruesit derisa ta çel. Bëj lutje Allahu subhanahu wa taala ta pranoj adhurimin tënd, të bëj të qëndrueshëm të fe, e ku ka njëri mos ketë probleme, halle, vuajtje, strese, ankth, probleme të shumta. Atëherë Ramazani është mundësia ku ti të bësh dua Allahut subhanahu wa taala. Ramazani është koha ku Allahu pranon duan dhe lutjen tënde. Lut Allahun tënd, ti largoj sprovat, vuajtjet, problemet. Lut Allahun subhanahu wa taala të bëj të udhëzuar, të qëndrueshëm në fe. Lut Allahun subhanahu wa taala që çdo të mirë që ka lutur pejgamberi alayhi salam të adhuroj, çdo të keqe që pejgamberi ka kërkuar mbrojtje për saj, Allahu të largojë për jetës tënde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramazani, muaj i Kuranit, muaj i lutjeve, muaj i agjërimit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.